ngjarje të rënda si masakra e Bretashessit pak vite më parë, ndërkohë ai është shkarkuar nga akuza për 4 vrasje tjera nga SPAK. Për 24 orësh, Shqipëria ratisti të afërm familjar po kërkojnë të tregojnë dhe të publikojnë se pas temi Aratis Ndocit fshihej në farë mënyrë frika e tij se po futen në një kurth nga organet hetuese dhe nga bashkëpunëtorë të drejtësisë. Me mua sonde në studio është Aldo Shkëmbi, një prej avokatëve të Altin Ndocit. Mirëmbrëma Aldo, faleminderit që jemi në sonte. Gjithashtu është sërish Tetleva Adelia, gazetare jon, autore e programit Gjërat Tona, e cila ishte edhe dje, do të jetë sot dhe do realizojë sërish një program për dosjen e Altin Ndocit ditën e diel. Mirëmbrëma Tetleva, faleminderit që jemi më sot, dhe Gentian Romano, avokat e mikë e emisionit. Mirëmbrëma Genti, faleminderit që jemi në sot. Aldo, sigurisht ti nuk pres asnjë të thuash, por pse nuk e di ku është Altin Ndoci, por unë kam vetëm një pyetje që është e drejtë për drejtë. Një person i cili nuk ka frikë nga e vërteta përballet me drejtësinë, pse Altin Ndoci zgjodhi aratin? Atëherë pikë sparring edhe për mua si avokat i tij, përfaqësues i tij, cilën e mbroj bashkë me një kolegë tjetër, prej vitesh tashmë, që kur ka filluar procesi plumbiar. Ishte surprizë sepse mënyra si ndodhi në fakt, pasi analizojmë, ka dhe një arsye tim që është më shumë subjektiv, dhe lidhet me faktin të humbja besimit që vetë Altin Ndoci ka pas këtë drejtësia, kjo duke marrë shkas në fakt dhe duke parë dhe ecurinë, që ka pas aktualisht procesi që po zhvillohet ndaj tij dhe ndaj tjerëve, pak në asaj pjesë që ka ngelur nga procesi që tashmë mbar opinionin publik është quajtur si procesi plumbiar. Por historia e Altin Ndocit fillon ashtu siç ju e parashtrua në fillim të emisionit shumë më herët, diku midis marsit 2020 dhe maj 2020, një ngjarje shumë të rëndë ndodhi në qytetin e Durrësit, ku mbetën vrarë Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia. Në fakt, për atë ngjarje fillimisht u regjistruar procedim penal nga prokuroria e Durrësit dhe pasi u kryerën hetimet u arrit që të identifikojë një nga personat që kishte bashkëpunuar, që ishte Klevi Salla, i cili në një moment më vonë dhe bashkëpunëtor drejtësie, dhe fillimisht emri Altin Ndocit si person i dyshuar pikërisht për këtë ngjarje, pra për vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis, është regjistruar fillimisht nga prokuroria e Durrësit, më pas në një moment dytë ai procedim penal u mor më pas dhe nga prokuroria e posaçme. Bëhet bashkëpunëtor drejtësie Klevi Salla, më shkruan marrëveshje bashkëpunimi me prokurorinë e posaçme ose SPAK-un, siç ne jemi mësuar dhe ta gjejmë shpesh, në 2020-ën. Dhe gjithashtu për shkak dhe të rrethanave në të cilat ai ishte i përfshirë, por edhe për shkak ndikimit bashkëpunëtorëve të tjerë që në fakt kanë dalë dhe janë provuar gjatë gjykimit, një ndër ta ishte më pas dhe ai që u bë bashkëpunëtor i radhës ishte Nureddin Dumani, u provua që ai ishte shtyr nga Nureddin Dumani që të përfshinte në ngjarjen apo në vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis, Altin Ndocin dhe Talo Çela. Normalisht kanë qenë fillimet e para të procedimit penal, por më pas fraksionimit, sepse bëhet fjalë për procedimin 75, është darë gati në 11 procedime tashmë, pra në këtë periudhë 5 vjeçare. Dhe normalisht kanë dalë dhe shumë rrethana dhe fakte të tjera që lidhen jo vetëm me deklarimet e bashkëpunëtorëve të drejtësisë, por dhe me ato dhëna që janë përftuar nga komunikimi në platformat Sky. Të ndryshe ka filluar që në atë kohë. Dhe në fakt, nga hetimet që u bën në atë kohë dhe nga dëshmitë që dha Klevi Salla, por dhe nga vetë dëshmitë dhe deklarimet që dha në hetimet paraprake vetë Nureddin Dumani kur u bë bashkëpunëtor drejtësie, u provua në fakt që 6 mujorshin e parë, pra në 2020, që Altin Ndoci nuk ishte autor i ngjarjes dhe i vrasjes së Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis, por ishte një nga subjektë që ishte targetuar për të vrarë. Dhe kjo u provua më pas në një ngjarje të dytë në vrasjen e vëllezërve Axhia, që ka ndodhur prill të 2020-s. Edhe atë vrasje ja atribuan Altin Ndocit dhe Talo Çelës. Më pas u akuzua për këto 4 vrasje Altin Ndocin bashkëpunim me Talo Çelën, çështja shkoi në gjykim. Dhe në gjykim në një moment, përfundim gjykimit pasi u administruan gjitha dëshmitë, në fakt ndodhi një gjë pa precedent që nuk është trombetuar shumë media, pas nuk është marrë asnjëri me të. Prokuroria e posaçme tërheq akuzën për Altin Ndocin. Një fakt skandaloz i provuar në të gjykim është që prokuroria dinte që 6 mujorshin e parë që Altin Ndocin nuk ishte i përfshirë në këto 4 vrasje. Dakor, por në çdo rast SPAK-u i tërhoqi këto akuzë. Por i ka tërhequr shumë vonë, pas 4 vjetësh. Okej, po i tërhoqi këto akuzë.
Të rrojë që përdorën bashkëpunëtorët e drejtësisë. Mbas 4 vjetësh dhe në një moment në sa të gjyqjet I ka dërguar për gjykim. Dolën edhe bisedat në Sky. Jo, s'ka dalë fare nga bisedat e Sky. Në 2024 kanë ardhur. Ku janë këto bisedat e Sky që si dim në... Unë ju riktheva sot dosjes dhe po I lexoja me vëmendje të gjitha këto. Se ne si kemi këto bisedat e Sky? Po, ajo dosje tani është prej 2 vitesh e kanë. Po si kemi ne në proces nuk kemi. Sot apo mbledh shkurt. Fakti që Altin Doci nuk se lidhe me 4 vrasje të Durrësit nuk u provua nga dhënat e përftuara nga Sky, por vetë Levi Salla u detyrua dhe pranoi në gjyq sepse ashtu erën dhe thanat dhe dëshmoi që ishte mësuar nga Nurettin Domani. Arsye për cilin I revokuan statusin dhe në fund dënuan me 25 vjet burg. Bëhet fjalë për një vendim të 2024-s ku Altin Doci nga gjykata e posaçme në shkallës për korrupsion dhe krim organizuar është deklaruar I pafajshëm. Po. Ky vendim është në fuqi nga gjykata e apelit. Për sa I përket pikërisht këtyre vrasjeve është Dhe I bie që mbas gjykatës së apelit bit të marr formë. Po, mbajt në burg sepse ishte ngritur akuzat të tjera. Dhe çfarë ndodh? Përpara se të përfundonte ky proces, për akuzat që kishte për 4 vrasje të Durrësit, nga ana e prokurorisë posaçme, po në kuadër të njëjtit procedim që bëhet fjalë për plumbin e art për të fraksionuar, I komunikohet një mas tjetër sigurimi I dyshuar si bashkëpunëtor, sepse unë kam dëgjuar shumë fakt dhe këto ditë pas ngjarjes që ndodhi. Nga të gjithë llojet e ndryshme të titujve, duke nominuar dhe cilësuar si vrasje, kur bëhet fjalë për këtë ngjarje në fakt ka disa role në kryen e këtyre veprave penale, bashkëpunëtor, ndihmës, nuk është Altin Doci si vrasje. Edhe nga dhënat e Skyt, del që Altin Doci nuk ka qenë asnjë përdorues I Skyt. Të paktën për sa I përket ngjarjeve që po dyshohet. Po si ka mundësi kur ndosje Altin Doci identifikohet edhe me PIN. Po, ka edhe PIN-in e Skyt. Dhe u shpjegoj vetëm. Bëhet fjalë sipas pretendimeve të prokurorisë posaçme që Altin Doci ka qenë përdorues I platformës Sky vetëm 3 ditë dhe 3 ditë përpara se të arrestohej. Ndërkohë që ngjarjet për të cilat dyshohet dhe pohetohet nuk kanë ndodhur ato 3 ditë. Kto janë dhëna fakt që janë detajet të dosjes hetimore. Këto janë përcaktuar vetëm 3 ditë dhe 3 ditë përpara se të arrestohej. Vetëm këto 3 ditë I atribuon prokuroria e posaçme për dërimin e Sky. Po, dhe më pas u bë biseda që t'i futej një telefon me Sky në burg kur ishte në burgun e Durrësit, në gusht të vitit 2020. Drejtuesi I klanit Copja, flet me Agustin Çinarin, që ishte oficer I policisë. Kjo është shumë e vonë se nuk e merr se kjo është Ishte oficer, jo, po kur arrihet derisa t'i fusin një celular me Sky, që ne nuk e dim nëse është futur apo jo, aty thuhet thjesht është bërë një bisedë. Drejtuesi I klanit Copja se ne nuk e dim kush I ka përdorur. Unë nuk flas si avokate, unë po flas si gazetare. Si gazetare. Po. Të paktën I referohem asaj që ka dosja e prokurorisë. Po të bëjmë një qendrim në kontrarë. Është gjithçka e saktë si këtë dosje e prokurorisë. Unë po flas si gazetare, por dhe si qytetar. Ajo deri në fund prezumohet I pafajshëm, por gazetari është referuar Altin Docit edhe përpara se të shpallet I pafajshëm. Pavarësisht sloganeve dhe gazetarët që bëjnë pak punë kërkimore më tepër dhe jo t'i referohen domosdoshmërisht burimit që është gjithmonë prokuroria e posaçme. Ja pra doli që edhe prokuroria posaçme e kishte gabim, prokuroria posaçme e ka cilësuar. Prokuroria posaçme e ka cilësuar Altin Docin. Unë e njoh më shumë detaje dosje, por për të bërë qartë për opinionin publik. Po besoj se për këtë dosje po flasim se nuk është dosje tjetër. Ta ndajmë një që janë me fraksion. Një dokument që del nga prokuroria posaçme, që është organ shtetëror dhe publik, për cilin ne paguajmë taksa, sigurisht në atë e marrim, ai quhet dokumenti zyrtar. Pastaj, ka saksi, s'ka saksi, sigurisht në pjesë e investigimit dhe pjesë e hetimit, pjesë e ballafaqimit është edhe kjo intervistë në vlerësoj që ne si profesionist, por dhe si qytetar radh parë. Burim zyrtar padyshim që mbetet spa. Radh parë duhet pyesim veten. Çfarë do të ndodhte nëse Altin Doci do të ishte arratisur vetëm kur kishte akuzën e parë për cilën u deklaruai pafajshëm. Prandaj ne nuk duhet nxitohemi ti para gjykatës. Për sa I përket masës dytë sigurimit, pikërisht dyshuar për marrjen pjesë ose bashkëpunëtor në vrasjen e Andi Zylyfit dhe plagosit Arditur Ruçit. Ja ndodhur në që është e plumbitart, që është gjithat plumbitart janë se janë ndarë me fraksione 11 fraksione. Jo, po flas për pjesën tjetër, që është e dosja tjetër. Po çu I kanë vënë dhe I kanë ndarë, I kanë fraksionuar, prandaj jemi në këtë fazë ose bëjmë këto diskutime. Pra dosja nuk ka asnjë komunikim Sky që përfshin Altin Docin, e vetmja dëshmi është ajo Nurettin Dumanit që përfshin Altin Docin si bashkëpunëtor në vrasjen e Andi Zylyfit dhe plagosin Arditur Ruçit.
për cilën ka një masë 2 sigurimi dhe pikërisht kjo masë e mbajtit izoluar dhe nuk u lirua kur u deklaruar i pafajshëm. Pra ju thoni që u mor një masë sigurie para se të përfundon dhe procesi, duke ditur që vendimi i gjykatës do ta shpallet pafajshëm. Për ne si avokat, por dhe si profesionist, madje sa kemi lexuar dosjen, Altin Doci pikërisht për shkak këtyre dyshimeve dhe paragjykimeve që mund të ketë pasur prokuroria e posaçme, nuk ka qenë e sigurt, është mbajtur në burg qëllimisht, pikërisht derisa të përfundonte gjithë hetimi për sa i përket procesit kombëtar.